Valti, nuk e kuptoj, sa fola me ty, nuk më demi kuptoj. Ja, po më me kuptu, po më me kuptu. Ti veç ushtari fizikës. Po du mi që një amanet dëshmurën në manal, se me kanë dosht atë dhej, me mbrojt atë dhej. Ta kanë dosht që atë dhej ty në me koni diti lije. Në gjykojt lufta me postër që u bone. Ta shune muna me thonë që familja hemi ka hep 7-8 ushtarë, 5 për ty në të vromë për terrorizma. Edhe i presë më faqe borë, sa ma shpejt. Kallëzëm, veç atë diçka shkolla që është shku, se kur e din edhe kanunin, e me bomës me shku edhe shkolla ku për ty. Mirë. Të në klasë jesh tash? 8. Mirë është njerë, mirë për veç. Ku të rrit, po më nej, tash je rrit me trobëll, ti je zgodhën, tash mos të pim me pip najkush. Qa e kin plan për të ardhmen, me studiu? Valti, nuk e kuptoj, sa fola me ty, nuk më demi kuptoj. Ja, po më me kuptu, Ti veç ushtari fizikës. I në nuk ka tjetër. Po vet. Po du mi që një amanet dëshmurën në manal, se me kanë dosht atë dhej, me mbrojt atë dhej. Mi që amanetin e tyne, sa ma ljarë. Se ata kanë dosht që atë dhej e tyne me koni diti lije, me koni pavarësu, me koni lije, që brezat... Ata ja kanë arrit vish me koni a ditë edhe na. Po, ashtu po. Edhe sot po gjykojnë shumë sene në hokë, edhe para mas kamerë, tashune, se po gjykojnë shumë sene në hokë, që për shemë lu që këja. Aja po gjykojnë lufta me postër që u bone. Tash unë muna me thonë që familja hemi ka hep 7-8 ushtarë, 5 për ty në të vromë për terrorizma. Nuk muna mi di që muna të mi thonë dikush atëse. Edhe i presë më faqe borë, sa ma shpejt. A mu i me të përqaf, para se me të përqaf, i 50 emision që kjo është një intervista ma e mirë që e kom pa me një djallë 3. Fandejet Pasha zotën, t'lumë t'y goja, edhe për krejt rinin, me disgalicë se kom taku e t'ju, nëne i shola jena shok për ton jetën, se me dit me fol që ka të shumë edhe me dit për historinë e këti vendit është një diçka që edhe të bën me kojt, po janë lëtë gëzimi. Faleminderit Oltjan.